Me rritjen e fluksit të vizitorëve gjatë sezonit veror, specialistët e shëndetit mjedisor kanë intensifikuar inspektimet në bare, restorante dhe njësi akomodimi në të gjithë qarkun e Korçës. Rajoni vijon të jetë një destinacion i preferuar edhe gjatë verës, falë fshatrave turistik, natyrës dhe qytetit liqenor të Pogradecit, i cili tërheq çdo vit mira pushues, vendas dhe të huaj. Kontrollet kanë si qëllim verifikimin e respektimit të kushteve higjieno-sanitare dhe standardeve të sigurisë ushqimore në subjektet që ofrojnë shërbime për qytetarët dhe turistët. Sipas specialistëve të shëndetit mjedisor, gjatë inspektimeve janë konstatuar disa mangësi, kryesisht në respektimin e rregullave për veshjen e personelit që punon në kuzhina. Për shkeljet e evidentuara, janë mbajtur proces verbalet përkatëse, ndërsa subjekteve u është lënë detyrë të marrin masat e nevojshme për korrigjimin e tyre. Janë kontrolluar 120 subjekte akomoduese, hotele dhe bujtina, rreth 100 subjekte bar, restorante, në zona turistike dhe në qytetin e Korçës. Me monitorimin e parë që ne kemi kryer, aktualisht të gjitha janë brenda standardeve të lejuara. Situata paraqitet e mirë, kemi lënë detyrat tona ku kemi konstatuar probleme të vogla, kryesisht me pjesën e veshjeve ose të uniformës që duhet të mbajnë nëpër kuzhina, kemi lënë me proces verbal detyra që duhet të jenë më të rregullt. Minga thekson se kontrollet do të vijojnë gjatë gjithë sezonit veror, me synim garantimin e kushteve të sigurta higjieno-sanitare, mbrojtjen e shëndetit të konsumatorëve dhe ofrimin e një shërbimi sa më cilësor për turistët që zgjedhin të vizitojnë qarkun e Korçës.